Lishtit, pasi kemi ndjekur çdo rrugë institucionale, kemi dorëzuar ankesa, peticione, kemi protestuar paqësisht dhe kemi kërkuar zgjidhje në mënyrë demokratike. Konstatojmë me zgënjim se institucionet shqiptare vazhdojnë të heshin. Asnjë përgjigje, asnjë reflektim, asnjë dialog. Në mungesë të çdo reagimi konkret dhe zgjidhje të drejtë, jemi të detyruar të shprehim protestën tonë përmes një akti simbolik, që është shtëpia jonë e fundit Ajkrivoli. Ajo është baza e jetës dhe dignitetit familjar. Nëse shtëpia shembet, kryefamiljarja apo kryefamiljarja gjendet përballë rrezikut më ekstrem, zhdukjes së vetë familjes. Ky nuk është një projekt zhvillimi, por një sulm i drejt për drejt ndaj ekzistencës së një komuniteti të tërë, i cili do të reagojë në mënyrën e tij dhe jo mënyrë. Nesër mund të jetë e pranueshme për të gjithë, por do të jetë e pashmangshme. Ne deklarojmë qartë, kushdo që synon të prek Otolishtin pa konsensus, do të përballet me një rezistencë të pahepur qytetare. Çdo ndërhyrje pa marrëveshje të drejtë e të ndershme me banorët do të konsiderohet si një veprim që shtyn situatën drejt një rruge pa kthim. Otolishti ka burra e gra që nuk janë mësuar të përkulen dhe që do t'i dalin zot vendit të tyre deri në fund, pa dhunë, por me vendosmëri dhe unitet absolut. Ne nuk kërkojmë përplasje, ne kërkojmë zgjidhje demokratike, transparente dhe pa kosto sociale. Ne duam vendin tonë dhe jemi të gatshëm të mbrojmë me çdo mjet ligjor që demokracia lejon. Shteti dhe institucionet kanë ende një shans për reflektim. Nesër mund të jetë vonë. Të nderuar banor, sot jemi këtu jo për t'i thonë jo zhvillimit, por për të thënë po jetesës. Jemi këtu jo për të kundërshtuar rrugën në Elbasan Qaftan, por për të kërkuar që ajo rrugë të mos kalojë mbi jetën tonë, mbi shtëpinë tonë dhe mbi varret e të parëve tanë. Sepse me projektin aktual, Otolishti nuk zhvillohet, Otolishti shkatrohet. 30 shtëpi, 30 familje, një fshat i tërë do të fshihen si të ishin të pavlerë. Aty ku sot dëgjohet zëri i fëmijëve dhe aroma e bukës së nënës, nesër do të buças zëri i buldozerëve. Dhe për çfarë? Sepse shteti nuk ka lek për një tunel 300 metra të gjatë që do të shpëtonte këtë fshat. Por pyesim, a nuk ishte lek Belinda Balluku kur frimoste 10.000 euro për të larë makinën e saj? A nuk ishte lek Edi Rama kur ndërtonte kopshtin Eden për 4.3 milion euro në mes të kryeministrisë? A nuk ishte lek Edi Rama kur Shqipëria dërgonte satelitët në hapësirë për 6 milion euro? A nuk ishte lek kur u dhan 130 milion euro për një incinerator që sot nuk ekziston? Lek ka, por nuk ka vullnet për të mbrojtur jetën tona. Lek ka, por nuk ka ndërgjegje për të shpëtuar fshatin ton. Ne nuk jemi pengesë e zhvillimit. Ne jemi viktima që shteti vendos asfaltin përpara njeriut. Por nuk do të heshtim, nuk do të lejojmë që Otolishti të shndërrohet në një kujtim. Ne kërkojmë vetëm një zgjidhje të thjeshtë, tunelin dhe vetëm tunelin. Një zgjidhje që respekton jetën tona, shtëpitë tona, historinë dhe dinjitetin ton. Mos harroni, sot është Otolishti, por nesër mund të jetë fshati juaj. Zëri ju do të dëgjohet dhe zemra jo nuk do të thyhet. Otolishti kërkon drejtësi.